Transporti urban në Vlorë po përballet me një fluks të shtuar pasagjerësh gjatë sezonit veror, ndërsa autobusi mbetet një nga mjetet më të përdorura të lëvizjes, si për banorët e qytetit ashtu edhe për turistët e huaj. Çdo ditë qytetarë që nuk disponojnë automjete private zgjedhin transportin publik për të zhvendosur drejt zonave bregdetare, ndërsa edhe shumë vizitorë e përdorin këtë shërbim për të eksploruar qytetin dhe plazhet. Rritja e ndjeshme e numrit të pasagjerëve gjatë muajve të verës ka bërë që të shtohen kërkesat për një shërbim më cilësor, më të rregullt dhe më dinjitoz. Nisur nga kjo situatë, kompania private që administron transportin urban, në bashkëpunim edhe me nënbikëqyrjen e Bashkisë së Vlorës, duket se ka ndërmarrë një hap konkret për përmirësimin e flotës. Gjatë ditëve të fundit flotës së transportit urban i janë shtuar edhe 7 autobus të rinj, të cilët këtë të shtunë kanë nisur zyrtarisht shërbimin për qytetarët. Mjetet e reja pritet të lehtësojnë fluksin e pasagjerëve, të ulin mbi ngarkesën në linjat më të frekuentuara si dhe të ofrojnë kushte më komode për udhëtarët. Përmirësimi i flotës vlerësohet si një zhvillim pozitiv në kulmin e sezonit turistik, edhe kur kërkesat për transport publik arrin nivelet më të larta. Një transport funksional dhe modern ndikon jo vetëm në lëvizjen e qytetarëve, por edhe në imazhin që krijon qyteti tek turistët vendas dhe të huaj, të cilët çdo vit janë gjithnjë më të shumtë në Vlorë. Megjithatë, pavarësisht shtimit të autobusëve të rinj, mbetet ende pa shfrytzuar një tjetër investim. Në ambientet e parkimit të kompanisë vazhdojnë të qëndrojnë të parkuar 2 autobuse 2 katësh, të cilët u prezantuan me bujë vitin e kaluar. Edhe pse u pam për pak kohë në rrugët e qytetit, ata nuk janë vënë më në funksion të rregullt, në një periudhë kur Vlora pret mira vizitorë dhe kur transporti urban është më i ngarkuar se në çdo stin tjetër të vitit. Duhet që edhe autobusët 2 katësh të aktivizohen. Përveç rritjes së kapaciteteve të transportit publik, përdorimi i tyre do të jepte qytetit një pamje më moderne dhe më dinjitoze, në përputhje me statusin e një destinacioni turistik, i cili është një nga më të rëndësishmit në vend. Pritshmëritë janë që gjatë javëve në vijim, transporti urban të vazhdojë të përmirësojë shërbimin, duke garantuar frekuencë më të lartë, mjete komode dhe një standard më të mirë, si për qytetarët, ashtu edhe për turistët që zgjedhin autobusin si mjetin e tyre të lëvizjes gjatë qëndrimit në qytetin e Vlorës.